Igli është fiks aktor teatri, por ndonjëherë në gjithë këto gjeste tonin teatral jo domosdoshmërisht duhet të vinë në film. Ti vetë si e gjen veten ose si duket ky koment? E vërteta është që mua, domethënë, sidomos kur punoj në teatr, më thonë që mos luaj si luan në film. Por besoj që komentuesi ose komentuesja duhet të jetë një profesionist i vërtetë që Jo, komenti është bërë nga një gazetare me eksperiencë, fakt, Dalina Buzi. Po. Okej. Në faqen e saj, po, ka bërë një recension për gjithë filmin, në fakt po mora vetëm pjesën tënde. Jo, domethënë vërteta ime. Por mua për shembull komenti ishte që Drini dhe po do të bëhet me nerva, nuk bëhet dot me nerva. Në kuptimin që vërteta është që mua regjisorët në teatr më thonë nuk pra se teatri ka një impostim të zërit, televizjes, pra është diçka pak më shumë. Është diçka tjetër pra. Por nëse Dalina mendon ashtu, jo. Do ta kem parasysh të dyshi Dalina. Për të ndjekur videon e plot në YouTube dhe shumë të tjera, bëni subscribe në kanalin Blacklight Media.